Nëse krye qyteti ka mbetë mrapa dhe është i pa zhvillum, ka qenë në kryesori është Shpendameti. A mund nuk kem përfaqëson Shpendameti mu. A mund është më në tregu cili është programi qeveris mes Përpajrim Ramës Dorani Ismailit? Su ne di drejtori që shënda, e di ndërmarrje që shënda në kryetari. Për çka e marrë vesh, se këta e në kohën fushat kundër njëri tjetrit. Edhe a mundi me më kallëzu, ç'është keni kredibilitet me kritiku një qeveri ku bërë logun Prishtinë se hekni. Edhe nuk është 1 vjet, është 5 vjet. Ndërmarrja pasrim. Kohën e Shpendamametit vërlogu 5 vjet. Por beso maket sa atëherë. Jo, shumë është maket. Unë jetoj që 10 vite dhe punoj në Prishtinë. Nëse tendenca qeveri ma e dop, se Shpendametit nuk mbahet mend. Nëse krye qyteti ka mbetë mrapa dhe është i pa zhvillum, ka qenë në kryesori është Shpendameti. A mund nuk kem përfaqëson Shpendameti mu. Ti ka qenë pjesë e saj. Po. Ka përfaqësu zokun kryetari PSD-s. Ti po e vazhdon frymën e tij. Jo, s'është e vërtetë. Unë kur jam bërë kryetari PSD-s në vitin 2019, Shpendi ka qenë 2 vjet kryetar Prishtinë. Dhe në momentin që mund ka zgjedhë strukturat e PSD-s kryetar, na I kemi ndarë rrugët edhe politikisht, edhe partiakisht. Për shkak se s'jemi përfaqësu. Ai ka qenë hala kryetar.